është më mirë të largohesh apo të qëndrosh? Se ti e do. Ku fillon bullizimi? Ta duash veten, është e dëmshme? Bota vun shumë personave të tillë, cilët nuk kanë konsiderat tjetrën, po vetëm veta. Kur njërë sa huj nuk bëhet e jemja. Mendoj që është një vlerë që e ka marrë prej babait. Po. Egoizmi të vërtet? Jo që gjithmonë problemet e shëndetit mendor ka nevojë për medikamente. Edhe kemi kanë aty me kuptu njëri tjetrin, i kemi dhënë hapësirë me reflektu, kemi kërku falje, që vajza e saj më u boni ditë si ajo. Që më shqetëson gjendja e tij pikërisht për shkak të kësaj arsye që ka me arrit ai me menaxhu me 2 Big Brothera dhe a ka me arrit me përballu deri në fund. Kur ndihesh i humbur, pikërisht o momenti për ta njohur vetveten. Fillova me këtë mesazh për shkak se kam pikërisht një mysafire, një mikesh time të dashur edhe për juve shikues Antigona Qenaj, si diu. Antigona, faleminderit që pranove me qenë pjesë e emisionit. Me shumë kënaqësi. Qysh ka qenë Antigona si fëmijë? Se unë e di që gjithmonë ke folë për pjesën e ato që trajton për jetë, përgjithësi edhe je psikologe, po pak pa shumë të filloj për jetës tonë. Faleminderit. Kjo është një prej intervistave më të rralla, kështu që zakonisht unë flas për profesionin, për këshillat, për krejt. Dhe edhe profesioni jem është gjithmonë të ndëgju storit të tjerëve, rrallë ndëgjohet storia jem, me thonë kështu kushtimisht, kështu që faleminderit është kënaqësi pikërisht për këtë që më ftove. Antigona si fëmijë. Në fakt, fëmijëria jem është e ndome në 2 periudha, në 2 faza, kisha me qujtë kështu. Të 2 fazat më përfaqësojnë, e mendoj vetëm si një person energjik, që ka pas qef mu sfidu, aty në ato lojat e fëmijëve, kam qenë shumë aktive gjithmonë në konkurrencë për me qenë fitus në atë formën. Këto 2 faza që i përmena është periudha kur unë kam qenë në has të Prizrenit, prej ka edhe vi, edhe kam familjen time, që e kujtoj si periudhë jashtëzakonisht bukur, me shumë aktivitete në natyrë, me fëmijë të tjerë, kusheret mi, kusherinat e mia, shkolla, aktivitetet në shkollë, gjithmonë kam qenë pjesë e çdo aktiviteti sportiv, kulturor që është mbajtur brenda shkollë, këndimit, vallëzimit, poezisë, mandej kemi pasur ato aktivitete sportive ku unë gjithmonë kam qenë prezente në secilin aktivitet. Në garat që janë mbajtur shkollës dhe në gjithçka tjetër, dhe periudha tjetër ka qenë periudha në Mitrovic, ku na kemi shku bashkë me familjen time atje me jetu. Faktikisht babi, babgjyshjem kanë qenë në Mitrovic, sepse babgjyshjem ka qenë një prej furtarëve të parë në qytetin e Mitrovicës dhe babi ka trashëgu këtë profesion. Mandej unë me mamin edhe vllain jemi bardh në Mitrovic prej hasit dhe kjo është një periudhë tjetër e fëmijërisë time. Këto është ndalë pak ajo dinamika a ime si fëmijë. Ka pas ma pak aktivitete në shkollën në Mitrovic, ku unë mandej nuk është që ka mujtë me marrë pjesë, po gjithmonë kam qenë ajo nxënësja shumë e mirë e klasës, që gjithmonë mësimdhënës kam folë ato fjalë më të mira, e përkushtuar të mësimit e shkolla, po e di që më ka mungu shumë fshati, ato lojat edhe aktivitetet që janë organizuar në fshat. Mendoj që kjo ka qenë edhe një ndryshim që ka shkaktu edhe do po them pasoja në agjendën time atëherë si fëmijë. Mendoj që nuk jam një bashkë e lumtur me atë pjesën sepse më ka mungu fëmijëria dhe e mbaj mend që në këtë periudhë para fillu shtimin në peshë, do shta edhe si rezultat e mungesës së aktiviteteve fizike që i majsha edhe krejt aktiviteteve tjera ku jam kanë përfshime sa kam qenë në Romaj të hasit. Ka qenë periudha vështirë se përket në kohën në Mitrovic. Nëse më quajt e vështirë në atë kuptimin se më ka mungu ajo fëmijëria me cilën jam mësuar atje në has. Fshati, ose në momentin që po e quhen që i rrit me aktivitete fizike, sot nuk i kemi ato.
Natyra është ajo që mungon fëmijëve të sotëm, loja në natyrë po mungon me zhvillimin e teknologjisë. Do të thonë, nashta edhe jo rastisht e ceka pikërisht këtë element, sepse po e shoh që njëjtë sikurse mu në atë kohë që më ka mungu këtu aktivitetet me fëmijë në natyrë për shkak ndrimit vendbanimit fshat-qytet, sot fëmijët edhe në fshat nuk po e përjetojnë natyrën, është pikërisht për shkak faktit të përdorimit të telefonave, që është një fatkeqësi, kisha më thonë, për gjeneratat e reja, sepse shumë shkatësi psikofizike zhvillohen përmes lojës edhe përmes kontaktit me natyrën. E fëmijët e sotëm në fakt po janë të penalizuar, nëse mund të më quajt kushtimisht nga kjo. Çka të ka mësuar fshati? Fshati mendoj që më ka bo personin që edhe sot jam. Përmes krejt atyre aktiviteteve, unë e kam shfaq personalitetin tim. Krejt ato sfidat përmes lojave që i kam bo gjatë asaj periudhe, unë e gjej veten edhe sot, për shembull nëse si fëmijë në fshat jemi ngjitur në ato pemë që kanë qenë më të vështira dhe më të larta dhe kemi pas atë konkurrencën me fëmijët e tjerë. Unë kam qenë gjithmonë ajo që jam sfidu shumë edhe patjetër e kam pas më ngjit. Kudo që ka qenë më të vështirë, unë kam pas patjetër më ngjit. Sot e kam pikërisht qatë energji në personalitetin tem, qatë karakter e kam qef mi mri majat, kam qef mu sfidu, qatë ku është pikërisht, ku është ma e vështira, unë e shoh vetën që diçka mrena meje, më thot shko bëne, mos u nalë, do më thonë mos u dërzo edhe nëse dështon në diçka, unë asë njerës nalëm, kështu që jam qaj fëmijë që kam qenë atë në fshat, jam sot si e rritun. Sepse është ndërtu si pjesë e personalitetit. Si ato orat e Zvitrës, si së ndalen kur. Faleminderit për krahasimin, mendoj që po ki drejt, në vërtet nalëm. Antigona, në fakt, je bullizuar në atë kohë, e ke ndje bullizimin ndonjëherë për shkak se ndoshta është ka në pah më shumë e pjesa ke qenë katunare, kur ke dalë ndoshta në pjesën e qytetit. Me thënë drejtën, bullizim s'kisha me qujt, sidomos për këtë pjesën katunare, fshatare, nuk e unë kur se kom vrejt ato, kom pas fatin gjithmonë me qenë nxënëse e mirë, edhe kur je nxënës i mirë, zakonisht krejt nxënës e tjerë të idealizojnë pak, të dojnë një farë formë, me kanë qef, me kanë shok me ty, shoqe me ty, e unë kom qenë gjithmonë një farë vajzë që më kam preferu shokët e shoqet e klasës, pikërisht për shkak këto. Se mos harro diçka, përveç që kom qenë nxënëse e mirë, kom qenë gjithmonë të ndihmu secilit. Dhe nuk kom qenë egoiste as pak, edhe kjo më ka bo mandej shumë dashtun edhe pranueshme për tjerë. Veç e di që shumica prej nxënësave, për shembull kur kanë pas vështirësi me mësimin, kanë qenë të kërku ndihmë prej me dhe unë asnjëherë se më lotu ndihmu. Ka pas rastin, bile një situatë e kujtojmë shpesh në familje, në fshat, burri i tezës ishte një atëherë drejtori i shkollës edhe një prej mësimdhansëve të historisë, më kishë analizu për mënyrën që unë jam të arrit me ndihmu të tjerëve dhe kishim hinë testin e historisë, a i shull qështu si ti ofër tabelës e po na vëzhgënte fshehu gazet duke lexu gazetën disa natë po e bëjshim testin. Unë se kisha ditë, po mandej a i kishtë regu nanës, kishtë thonë, është e pamundshme, krejtve o plotësoj testin, mas mrami plotësoj testin për vete. Dhe thonë, unë gjithmonë kom qenë ajo personi që ju ka ndihmu tjerëve, mandej s'kam lënë hapësirë që njerëzit me më bullizu, kam qenë e socializu me shumë, tip dinamik, e gjallë, për këto ma shumë më ka pëlqy. Kom pas pjesën e mbi peshës, që najherë, naj koment e kom ndje aty këto, që nështë ma shumë e prej të rriturve, që kanë thonë pse e trash, ose do pësohu pak të tilla, e di që më kanë vra pak që ato komente, nuk mund e me thonë që jo, po se që e kom pas një farinati. Mandej, kur jom rritë dhe kom kry psikologjin, mendoj që një pe arsyeve pse mandej si jom dopsu, ka qenë mja u dëshmu njerëzve që mbi pesha nuk ma përcakton mu suksesin, unë më i mri majat edhe të qenë mbi pesh. Masi kom rri majat, nëse më me thonë, pa më dësti, mandej kom vendus me u dopsu masi që kom rrido, se masi që jafë kom dëshmu. Dhe kom pas një farinati këtë si person mrana mje. S'kom leju mu bullizu, krej që ka përdu me përqu mesajin, s'kom leju mu bullizu. Antigona, pjesa e bullizimin,
ne e shohim shumë nëpër televizion, çdo i dyti realisht më ka bullizu. Çka do të thotë bullizim? Domthon, ku fillon bullizimi? Diçka tjetër është me të bullizu, edhe diçka tjetër është çu te percepton bullizimin. Me të bullizu në kupton në mënyrë sistematike, me të vënë pa një për shembull mbi pesha ose diçka ndukje që shkon me ty, ose që keni problem, ku diun tash për shembull me të bullizu për syzet, për mbi peshën që e përmenda për vete ose gjëra të tjera, diçka me të cilën as ti nuk je konfident. Kur ata e shohin që ty ajo po të shqetëson, e përdorin zakonisht edhe ta përmendin, përqeshin në mënyrë të vazhdueshme. Jo të gjithë e kanë atë vetbesimin se po flasim për fëmijë, mos mu afektu prej kësaj. Domethënë lëndohen ata edhe mandej mënyra që personi reagon ndikon shumë në gjendjen e tij emocionale, ndikon shumë tash personaliteti. Për shembull, nëse je person më i ndihshëm edhe keni problem, një vështirësi, një diçka ndukje që mundet me ranë sy, po tham kështu kushtimisht, dhe po ta përdor dikush për me të bullizu, normalisht i me pas tendencën me u mbyll vetvete, me ranë ndaj far depresioni, ose nëse keni personalitet sfidues, çat inatin që përmena unë, që thash unë kam pas një var inati, kur s'ka mujt me ranë prej e bullizimit, e lufton në mënyrë më të mirë, gjen zgjidhje dhe nuk dorëzohesh asnjë. A të vrasin mendimet e tepërta në kokë? Kisha me qujt vetën që jam person më shumë intuitiv se sa që shumë e ngarkoj mendjen. Nuk jam prej aty në njerëzve që stërmendojnë në ngjarjet, jam person më spontan, edhe e kam një farë tendence me rujt vetën prej shqetësimeve, e kam një farë mekanizmi mbrojtës, nëse për shembull e kam një situatë, një problem, një intervistë, një diçka që mundet me më shkaktu stres, unë thjesht nuk rritu me nuk për ato. E thëm prit, kur të vjen momenti ki mu ballafaqu me to edhe përjeton qatë për qatë. Mos e përjeton 30 më herët se si tu po zgjidhe. Tash në qëtë moment është e pamundshme me zgjidhë si situatë. Kështu që nuk e kam shumë tendencën me overthink, me stërmendu gjanat. Jam ma shumë natyrë spontane dhe kam qef mu ballafaqu me gjanat qatë për qatë, jo më herë. Nuk ju parafri. Si fillove studimet në psikologji? Po, në fakt në shkollën mesme në Mitrovic kam kry mjekësi, menoj që ka qenë një përvojë shumë e mirë. Shkolla në Mitrovic, shkolla e mjekësisë ka nxjerrë gjenerata shumë të mira, edhe mendoj që na ka përgatitur jashtëzakonisht shumë për profesionin në cilin jemi shkollu, edhe pse kemi pas vështirësi me shkollën, jemi bartë herë me një shkollë, herë në shkollën tjetër, për shkak se tamam shkolla e mjekësisë Mitrovic është në pjesën veriore dhe për shkak të luftës edhe të krejt asaj çka ka ndodhur, kemi pas këtë vështirësinë me gjetë një objekt të përshtatshëm dhe jemi bartë kështu. Po si shkollë mendoj që më ka dhënë shumë dhe më ka formu goxha shumë, më ka ndarë ato informata edhe në profesionin e psikologut. Më kujtohet që në atë kohë kur u dashje me përzgjedh profesionin, qajt personaliteti im ndihmues, e kam gjetë vetën gjithmonë të ndihmu njerëzit e tjerë. Gjithmonë e kam pas një farë empatie për tjetrin, kam arrit shumë mirë me kuptu emocionet e tjetrit, edhe sidomos te fëmijët në atë kohë, edhe kam qenë nashta e re për mi ndihmu shumë të rriturve, po e di që e gjesha vetën me fëmijët e lagjës, me shoqet, me shokët e klasës, kur ata kishin ai problem, e ndajshin me mu, u këshillojshin me mu, domethënë e pata vret që pe kam qatë aftësi. Mandej kam thënë, okej, qysh është më kanë psikolog me ndihmu tjerë, e di që këshusha filma, qysh është një psikolog, edhe më pëlqejke shumë, e imagjinojsha vetën një ditë në rolin e një psikologut edhe to e bo që të punën me ndihmu tjetrin. Kështu pa ta vendos me studiu psikologjinë edhe keni mundësi shumë e mirë që vazhdova studimet në Prishtinë pastaj për psikologji, mandej pas fakultetit keni pauzë, kishte master në psikologji, psikologjia ke një profesion i ri në Kosovë dhe i pat ato vështirësitë e veta, nuk kishe mundësi me dalë jashtë. Pas studimeve mandej jam martu, mas martesës kam vazhdu master
por një pikë shumë e rëndësishme e zhvillimit tem profesional kanë qenë trajnimet, specializimi në psikoterapi trupore. Krejt në fillim, të dash me marrë sa ma shumë informata për profesionin, unë bajke një trajnim në psikoterapi trupore, atërës është që kisha shumë ide në shka është ajo, por thjesht shkova diçka ma shumë me ishtu, diçka ma shumë praktike, kësaj pjesës së fakultetit, se mu do keqe po mje pak fakultetit. E di që prej trajnimit të parë në këtë specializimin për psikoterapi trupore, unë asnjëherë si jom ndalë, çdo trajnim, çdo orë personale, çdo orë supervizimit, e kom ndjek me shumë kënaqësi. Ajo ka qenë një përmbushje tjetër në profesionale, por edhe personale. Është e vetmja gjatë që se kom ndërprej kur prej vitit 2007, psikoterapia trupore, edhe kur kom qenë shtatzon, edhe kur kom pas fëmijë të vogël, e majnë mend që 3 muaj kom pas djalin, kom gjetë mënyra qysh, edhe pse kisha me gjithvanje, dhe më thonë ato trajnimet organizoheshin e premte gjysmë dite, shtunet të ditën e diellë të ditën, gjithmonë e gjesha një mënyrë, gjesha dikon me u kujdes për fëmin edhe kurse si kom ndërprej ato. Ato kanë qenë nëse sot jam ku jam në profesionin tem, se pa modesti menoj që psikologjia ka qenë profesion i ri, jo shumë i zhvilluar dhe njerëzit kanë pas shumë stigma për me shku te psikologu. Menoj, masi veç jemi këtu fol për mu, tash se punina pak keq me thonë për vetën këto, po mendoj që përveç kontributit me klientët, me pacientët, mendoj që psikologjisë në Kosovë përmes mediave ku unë kom qenë prezente, u bënën 10 vjetë që unë vazhdimisht jam prezente në media, mendoj që kom arrit që një mas të publikut, të popullsisë, me i bëme me ndu ndryshe për shkuarin të psikologu, me zbut pa këtë stigmatizimin, sepse njerëzit më kam përcjell në media, ka shumë njerëz që sot kur më shohin rrugë, gëzohen që më shohin, a jete ajo psikologja që shohin në televizion, pëlqen shumë e këshillat e tua, do të thonë, e shoh sa shumë njerëz i ndjekin ato këshilla, edhe mandej kanë marrë edhe guximin me ardhe dhe me thy atë tabu në shkuarjes të psikologu. Menoj që nashta që kaq siguri edhe që kaq sukses në profesion nuk kisha me pas nëse veç kisha kry fakultetin edhe master në psikologji. Psikoterapia trupore u konë ajo që kam ka gëdhend mu. Po, është një qasje në një lloj specializimi që bëhet për psikologët përveç studimeve në fakultet, ku ti përmes kësaj qasje që është psikoterapia trupore, fillimisht kemi punu me veten, kemi shëru gjitha ato vështirësitë emocionale, traumat, problemet me të cilat rritemi secili prej nesh, domethënë ti parimisht kemi punu me veten, kemi trajtu veten aty, dhe pastaj kime umësu, kështu që është me ju ndihmu edhe njerëzve të tjerë, dhe kjo puna praktike ndiqet prej një supervizori, profesorit tim në këtë rast, i cili ka me të mbikëqyrë ty për punën që sheto e bo. Do të thonë, është një specializim që më ka ofru tepërshëm. Është një qasje krejtësisht ndryshe edhe prej qasjeve tjera, sepse është ma gjithë përfshirëse, kur flet për një problem psikologjik, psikoterapia trupore nuk është vetëm bisedë edhe analizë e mendimit, po ajo punon direkt me emocionin, edhe punon ku po shfaqet në trup. Do të thonë, nëse jetu përjetu një ankth, psikoterapia trupore i qaset trajtimit të ankthit edhe përmes metodave përmes trupit, ku për shembull një metodave përdoret relaksimi, lëvizje të ndryshme, teknika të frymarrjes, meditimi dhe kështu një psikoterapist trupor mundson që përmes këtyne teknikave personin me liru prej atyne emocioneve, dhe të njëjtën kohë me u bë i vetëdijshëm ka po vjen përbërimet e problemit dhe qysh mandej tutje me menaxhu edhe me kontrollu. Është një qasje shumë e veçantë, e cila mu prej herës parë, nëse më i me qytë jam dashurum në këtë qasje, më ka përshtat jashtëzakonisht shumë, e kom gjetë vetën shumë edhe më ka bo në profesion kjo që jam sot. Aneon, a do të largojmë frikën? Nëse do të largojmë frikën? Për shkak se ndoshta frika është nona gjitha këtyre. E thash, shumicën e qasjeve ndëgjën mësohu me kontrollu, mësohu me menaxhu ankthin, frikën.
Në psikoterapi trupore, na mësojmë me njoft frikën, me përballu, me dasht frikën, e jo me shtyp, me luftu, me kontrollu, sepse këtu fillon problemi. Kur unë ndjej frikë, trupi im po m'jep një alarm për një rrezik të mundshëm. Dhe nëse unë po tentoj me luftu frikën, jam të luftu me këtë alarmin që është shumë i shëndetshëm. Nëse aty është një zjarr dhe unë po ndjej frikë, do të thonë trupi po më alarmon, po thotë ki kujdes se është zjarri, është dash me mbrojt mu. Dhe çka po bëj unë? Po luftoj frikën time, kështu po injoroj zjarrin në këtë rast. Nuk duhet ta luftojmë frikën. Duhet me unal edhe me analizu pse po vjen kjo frikë. Çfarë mesazhi ka? Një prej teknikave është kur na bëjmë një dialog me simptomin. Nëse frika, ankthi, po m'jep simptoma të rraje shpeshta të zemrës, dirsitje, ngulfatje, na në psikoterapi trupore vendosim klientin, rre me frikën tënde, tregom çysh po ndihesh, rre përballë saj, mos ik, mos e lufto, qëndro me ta. Dhe këto fillon vetëdijsimi për problemin. Ma nuk po tutna prej frikës time. Çka po ndodh? Nuk e di. A mundesh me komuniku me frikën tënde, me pyet pse ka ardhur këto? Çfarë mesazhi ka për ty? Etj. Do të thënë pak a shumë në këtë formë. Kështu që në psikoterapia trupore ma ka mësuar një qasje tjetër ndaj problemeve të shëndetit mendor. Mendoj që ka qenë është për mu është qasja më e mirë për trajtimin e problemeve të shëndetit mendor. Pra, kjo pikërisht na ndikon pse na vinë mendimet ndoshta tepërta shumë 99% mbrëmje, natën kur shkojmë flajm. Jemi me qetë në atë aspekt jashtë zhurmave? Po, për me rënë kontakt me mendimet, është koha kur ti shkon me fjetë dhe aty është qetësia e duhur, nuk kema ndonjë sinjal nga jashtë që po të shqetëson, po ta merr vëmendjen ose ngacmim tjetër. Ti, mendja jote, ndjenjat e tua, ndërgjegjja jote, gjithçka ti edhe vetja jote jeni aty në atë moment. Është qetësi jashtë, është qetësi në shtëpi, drita është nal, ku diun. Janë kushte perfekte që mendja jonë me fillu me mendu. Dhe çka ndodh? Edhe këto mendimet e tepërta nuk janë kot aty. Prap janë sinjale që janë aty që po thirren për me reflektu, po dojnë me dhënë një mesazh. Dhe personi e ka të vështirë ndonjëherë vetë këto mendimet me i kuptu, me analizu. Pikërisht për shkak se ndonjëherë janë mendime negative që t'japin edhe shqetësime, njerëzit nuk arrin me përjetu çato shqetësimet me përballu, mandej fillon një farë vështirësie, kap ankth, sulme panikut, s'po di çka po ndodh, mos po spuna etj. Do thonë prandaj duhet patjetër konsulta me psikologun, me një person tjetër, ose për këto mendimet e tepërta ndihmon shumë me shkru. Merre nëse e gjen veten në një moment që po ballafaqohesh me mendime të tepërta, thjesht merre një laps, një fletore edhe shkruaj çka do që të vjen. S'ka lidhje, nuk ka lidhje me çena ato të përpunume të rendituna. Shkruaj çka do që po të vjen me shkru. Krejt ato pyetje që i ki mendje, qitin letër, lexoj me zë. Jep ju përgjigje, shkruaj ato përgjigje. Keme pa që keme nxjerr shumë prej aty në mendimeve. Do thonë, thjesht kemi nevojë mi kushtu vëmendje. Vetja jonë kërkon vëmendjen. Tonë njëjtë si një fëmijë i vogël që kërkon vëmendjen e prindit. Kur prindi nuk i jep vëmendje fëmijës, çka ndodh? Fëmia fillon me çajt. Dhe sa më pak që na japin vëmendje, ai e rrit intensitetin e të çajturit. Kur prindi është aty ulet e shën sy thotë çka ki, çka më mendimu, çka po dër, dhe ai qetësohet. Njëjtë është edhe vetja jonë. Thjesht kërkojmë vëmendjen tonë, na duhet me avon atë vëmendje, me pa çka po kërkojmë. Po dalë edhe te depresioni. Po. Janë të ndërlidhura mes ankthit apo depresioni është diçka tjetër. Edhe si duhet ta menaxhojmë. Normalisht janë probleme të ndryshme, por jo rrallë i gjejmë të dyja në forma të kombinume. Depresioni është ajo mungesa e energjisë, humbja e vullnetit për jetën,
nuk përjetohen kënaqësi edhe për gjërat cilat jemi kënaqur më herët me to, ndonjëherë edhe shkutja e ndjesisë, perceptimit të ambientit, domethënë është këtu, por nuk e përjeton ato çka ka për rreth, qoftë mirat, qoftë çkado që ka për rreth, mbyllja në vetvete, nevoja me çajt, problemet me gjumin, depresioni shpesh lidhet me ndjenjen e mërzisë. Për shembull, kur personat humbin një antar të familjes, jo rrallë shohim njerëz që kanë humbur prindin ose dikë të afërt dhe kanë pas vështirësi me të i kalu si situatë. Pas një periudhe të gjatë, ndoshta ka kaluar në një gjendje depresioni ose ndonjë humbje tjetër, qoftë dështime të mëdha në jetë, ku diun biznes ose dështimi në një lidhje, divorci, problemet të ndryshme tjetës shojnë deri te këto, ose nëherë thjesht gjë tjetër personi nuk ka bërë gjë për veten, ka qenë i angazhuar për të tjerët dhe ka harru veten e tij, ka mbet ëndrat aty në sirtar, koha ka kaluar dhe një moment e shet që është i papërmbushur me jetën. Këtu fillojnë ato problemet me depresionin, pastaj personi nuk ndihet mirë, ka nevojë me çajt edhe krejt këto simptoma. Si duhet ta largojmë pikat shkurta? Po, apo duke folur me të tjerë? Gjanat që ndihmojnë në përgjithësi për problemet të shëndetit mendor si këshilla të përgjithshme janë mbajtja një aktiviteti fizik të rregullt, gjumi i mirë, domethënë sot shohim që to problemet e gjumit, sidomos të rrit për shkak të teknologjisë, qëndrimi në orë të vona përpara ekraneve dhe zgjimi i vonshëm ose mandej mungesa e gjumit se duhet me shkum punë dhe zgjohen herët. Këto janë potencialisht probleme që munden me na ardhë të shëndetit mendor pikërisht për shkak të mungesës së gjumit. Pastaj thash, kontakti me natyrën është tepër i rëndësishëm, raportet me njerëzit janë tepër të rëndësishme, sepse këto kontaktet gjatë kontakteve sociale na shkëmbejmë ato energjitë, emocionet me njëri tjetrin, një moment jo mirë, po kur del me shoqëni për shembull ose takon një person të afërm familjes, ta ndron atë energjinë, sepse emocionet janë fatmirësisht të ndryshueshme, secila gjendje është e ndryshueshme. I them klientëve, kur gjë nuk zgjat për gjithmonë, edhe kjo ndryshon, po mjafton që ti me rujt vullnetin edhe shpresën edhe mu qu me bo diçka për vete. Kjo ka shumë rëndësi, mu qu me bo diçka për vete. Ta duash veten, është e dëmshme për shkak se kur e dëm vetveten, njerëzit edhe të quajnë mendje madh. Apo nuk është kështu? E ngatrojnë shpesh kujdesin për veten, dashnin për veten, shpesh e ngatrojnë me idenë që je egoist, je i dashurum vetveten e tjerë. Tash janë ato diagnozat, s'po du me hi andej ku janë problematike, por në thelb kujdesi dhe dashnia ndaj vetës është nevojë, duhesh me bo. Unë them, nëse je vazhdimisht të kujdes për tjerët edhe ki lanë vetën anash, normal që ki me pas probleme. Qelsi i mirëmbajtjes shëndetit mendor, i mirëmbajtjes mirëqenies psikologjike, mendoj që është pikërisht kjo, me e dasht vetën. Se në momentin që unë e du vetën, unë nuk lejoj me u bullizu, nuk lejoj me u abuzu, nuk lejoj me përjetu një çfarë do forme të dhunës, qoftë në një raport shoqëror, në një ambient punës, në një ambient martesor ose të lidhjes raportin tim. Domethënë, dashnia për veten ti ndërton shumë qartë kufit. Thot deri këtu është stop, këtu tjetri është të lëndu. Ose dashnia për veten ti ndërton kufit edhe në raport me veten. Kujdes se e ke lënë veten pa gjumë, kujdes se nuk je ushqyer mjaftueshëm, kujdes se nuk je tu kujdes mjaftueshëm për mirëqenien tënde. Do thënë, çelësi i mirëmbajtjes së mirëqenies psikologjike mendoj që është dashnia për veten. Kështu që asnjëherë mos e konsideroni si diçka jo të mirë, përkundrazi rriteni sa më shumë këtë dashni për veten, sepse ajo është keq ka kemi nevojë. Andikon, sot triumfon edhe egoizmi. Po flas përgjithësi, sidomos edhe tek çiftet. Po. Egoizmi është i dëmshëm të vërtet. E tash, nëse po flasim për egoizëm, se kur ti e dëm veten, ti ki me dasht edhe tjetrin.
Do thënë, ashtu që kujdesesh për veten, ti fillon e tregon empati, fillon tregon edhe kujdes për tjetrin. Egoizmi besoj që është Egoizmi është krejtësisht diçka tjetër, sepse një person egoist e ka veten në plan të parë, por nuk e bën këtë si formë e kujdesit të dashurisë për veten, po si formë e përmbushjes së zbrastirave të tij, mos t'i quajt smuta, po problemeve emocionale ose traumave të tij me cilat ai është rritur, dhe si formë e përmbushjes së këtyre zbrastive është egoist. Me qenë egoist nuk kupton që je ky personi tjetër që e don veten. Dhe kur je egoist nuk ke empati për tjetrin, nuk je i kujdesshëm ndaj nevojave të tjetrit, se në momentin që unë nuk kam ide që shpo ndjehesh ti, nuk di as qysh me qenë i kujdesshëm pastaj me ty. Kështu që është komplet diçka tjetër të gjenurit egoist. Njerëzit e drejt, bota vun shumë për shkak të egoizmit dhe personave të tillë, cilët nuk kanë konsiderat tjetrën, po vetëm veten. Besoj që edhe shikuesve ju intereson, nëse je në një lidhje me një person të tillë, për te do patjetër shumë. Është më mirë të largohesh apo të qëndrosh? Se ti e don. Unë mendoj që na e dojmë tjetrën, por mbi të gjitha t'i kthehemi asaj çka tha më herët. Ta duam vetën në plan të parë. Edhe ta duash tjetrën ka një formë të shëndetshme të dashurisë të tjetrit. Mundesh me e dash tjetrin deri në masën se ai nuk lëndon. Në momentin kur tjetri ka filluar me të lëndu, duhet me totaliz alarmat. Duhet me pa çka mundesh me bë për me parandalu dhunën. Tash, a ki me qëndru, a ki mu largu prej personit, varet prej situatës, varet sa shumë është lëndu personaliteti, ose fiziku, ose gjendja emocionale e tjetrit, e jot janë këtë rast. Dhe më thonë, varsisht prej kësaj, njëri e matë vetën a dënë me qëndru ose jo. Më varsisht sa është e vrasht që ajo forma e egoizmit. Por gjithmonë nuk duhemi me haru vetën. Para gjithkuj tjetër duhemi me qena. Madje edhe para fëmijëve tonë, edhe para prindve tonë. Kam pas momente kur nanave ju thëmë, vendose vetën në plan të parë. Dhe ma marrin, nuk jam egoiste, që shme mendohen mas pari për vetën, ma ndej për fëmijën tëmë. Thëmë, pikrisht për shkak fëmijën tëmë. Sepse fëmijët e tu ka nevoj me pas një nanë të shëndetshme mendërisht, emocionalisht. Dhe nëse ti e ke lanë vetën anash, për shkak kujdo qoftë, ti nuk je shëndetshme për veti. Dhe kështu s'ki me qenë mo, as për fëmijët e tu, as për kërkan tjetër. Tu tentu me sakrifiku vetën për tjetrin, ti mos je as për tjetrin. Ktheu hapa mrapa, ktheu te vetja, merru pak me veten, jepi kohë vetes me trajtu ato në për çka e tu kalu, dhe pastaj ki me qenë shumë e mirë me këndë tjetër qofsh. Si Antigon lutesh, beson? Po, kam një lidhje goxha intime me unë edhe Zoti, për cilën nuk është se shumë flas me njerëzit, po që është një raport shumë i fuqishëm mes meje dhe Zotit. Nuk është se bëj rituale si falja, për shembull, agjeroj, e shoh veten që një të ardhme me praktiku edhe faljen e namazit, më pëlqen si ritual, kam një mendoj që është meditimi më i thellë, e lidhe gjithmonë me këtë pjesën shkencore. Dhe kur shoh njerëzit që falen, kam provu edhe vetë me u fal, nuk është se di mirë me bo krejt ritualin, po kam provu, mendoj që është një prej meditimeve më të thella dhe njerëzit të cilët me të vërtet shpirtnisht e ndjejnë dhe bojnë një ritual që është falja namazit 5 herë në ditë, mendoj që ata bojnë një refresh në gjendjen e tyre psikologjike 5 herë gjatë ditës, që është jashtëzakonisht e fuqishme në aspektin spiritual, dhe kjo besoj që i bën njerëzit shumë fuqishëm emocionalisht, i bën me qenë shumë më të qetë dhe shumë më në paqe. Imagjino çfarë do ankthi që ti ki. E ndërprej në atë moment sepse ki një takim të dhe Zotit.
Kjo mendoj që është një përvojë tepër e fuqishme shpirtërore dhe që mendoj që njerëzit që e bojnë ju ndihmon shumë emocionalisht. Kjo është fakt e bukur që e the, padyshim, ai person që e njeh Zotin ka me fillu ta njeh dhe veten. Je tip nervoze? Po është nervoze? Bëhen psikologat nervozë. Mundë me pas diçka irritim si përfaqësor, nervozizëm si përfaqësor, ndonjëherë edhe e ngres zonin kështu, po janë shumë tralla ato edhe janë kryesisht me njerëz që janë shumë të afërt të mit, mundem në prezencë tyne me. Nuk jam shumë personi që nervozohet lehtë, për shembull në ambiente të punës, edhe nëse ka një situatë që mundet me më shkaktu nervozizëm, se di e kam të natyrshme, e kontrolloj, e menaxhoj shumë, po ndoshta në shtëpi mundem me pas një moment shpërthimi për gjëra të vogla kështu, që nuk është diçka shumë. Njerëz që më njohin prej afër e kuptojnë çka u të ndodhe, nuk kam, edhe është thjesht një shpërthim i vogël sipërfaqësor, nuk maj natë. E kam kështu në personalitet, kam nevojë mi sqaru gjanat, me këndo qoftë nuk për shembull unë se maj në kur që unë kam mujt mu zanë me partnerin tem, me burrin për një çështje caktuar, po kurse majnë men që kom nejt 10 minuta pa i fol. Nuk unë me diskutu edhe me ngrit zonin me të, po nuk me qëndru 10 minuta pa fol. Se di, nuk thjesht haraj që ka ndodhe dhe këthejna. Sot pikërisht kjo është. Në fakt, sot ndoshta është fuqi ku ti nuk i fol bashkëshortit, mbani nati. Nuk e kam pjesë të personalitetit tem. Nëse vjen puna deri aty, unë ndoshta isha ndoma përpara se sa me qëndru me një njeri pa fol njëjtën shtëpi. Nuk mundem jo veç me atë, po me këndo qoftë nuk me qëndru të njëjtin ambient pa fol. Mendoj që është edhe natyra e profesionit, se dyqysh çdo konflikt përmes komunikimit, unë e mendoj që komunikimi duhet me i zgjidh krejt gjanat. Kështu që hajde ulëm edhe flasim, e kam këtë qasje, kam me secilin, për çfarë do problemi, mendoj që ma përpara e them hajde ulëm flasim se sa mos me fol. Antigona, kërkon falje? Je tip që kërkon falje? Po, nuk e kam hiç problem me kërku falje, nuk e kam hiç problem me reflektua mi pa gabimet e mia, mendoj që kjo është goxha pozitive në raportet me njerëzit, sepse njerëzit shpesh e kanë tendencën veç me alon tjetrit fajin, edhe këtu mandej nuk zgjidhem kur gjë, po natyra jam që duhet me zgjedh situatën, duhet me pa faktet, me gjetë fajtorin, me gjetë burimin e problemit, më bën që gjithmonë me reflektu edhe për çka bona unë, mos unë guta, mos gabova dikun, mos pat diçka që miku edhe mu, dhe gjithmonë reflektoj, edhe nëse aty për aty nuk e kom bo, edhe mas i ka ndodhë në i situatë, e gjej vetën të reflektu, edhe nëse ndërkohë më kujtohet diçka që pas na pasën faj, hiç nuk hezitoj me i shkru tjetrin, me thirr, me kërku falje, edhe në komunikim me thonë falë, të më thënë, e kam goxha pjesë të personalitetit këtë pjesën me kërku falje. Ke pas lëtë gjatë jetës? Në përgjithësi, mendoj që jeta ka qenë e mirë me mu. Po, lëtë kemi pas, besoj gjithë. Nuk jam natyrë që nuk qaj letë. Për gjana cilat duhet me u qajt, unë qaj edhe shlirona, nuk e kam hiq atë kompleksin. Kjo nashta mandej mu ka zhvillu shumë edhe me këtë pjesën e psikoterapisë që tregova, se aty jemi mësu me i pranu emocionet e me liru emocionet jo mi majtë edhe mi bloku. Për çfarë do momenti të dhëmshëm njët, mendoj që e lo vetëm me përjetu dhimbjen, me përjetu frikat dhe nuk hezitoj edhe me qajt. Po në përgjithësi unë gjithmonë ju parapri gjanave për mirë, ndoket që edhe kur ti nuk ki tendencën me shkaktu konflikte, kur ti nuk je person që i prin gjanave për keq, diqysh edhe jeta të vjen mirë. Aten ka vështërsi gjatë procesit, ka sfida që mund me qenë shumë dhaja, se është sikur në vozitje, ti e den që shetu vozit ti, nashta i respekton krejt regullat vozit mirë, po vjen dikush edhe të mshën. Edhe njëtë, me gjithse ti gjithmonë i paraprin mirë gjanave, mundesh me pas njerëz që xhelozojnë, njerëz që kanë tendencën thjesht me sulmu për qëllimet vetat e gjithçka tjetër.
Por prapse e kam atë bindjen që kur ti je drejt, kur ti je të respektu rregullat, rreziku është më i vogël. Edhe gjanat tjera që nuk varen prej meje, që janë prej Zotit, prej natyrës, ato nuk kemi tjetër zgjidhje, na duhet veç mi pranu si tilla edhe me tentu me gjetë më të mirën prej asaj çka na çon Zoti. Je nanë e mirë? Tash kjo është një pyetje shumë e vështirë. Nanë e mirë. Nuk e marr shumë, nuk e ngarkoj vetëm me këtë idenë, a jam nanë e mirë, as jam nanë e mirë. Tentoj me qenë vetja dhe me qenë aty për fëmijët e mi, tash e mira s'ka fund, por mund me përshkru çfarë prindrimi pak a shumë bëj, mandej se di kush le të konstatojnë çka është e mirë pastaj. Për shembull, unë jap shumë vëmendje gjendjes fëmijës, gjendjes emocionale. Nëse fëmiu im ka nevojë me fol, e di që gjithmonë më ka mua atë. Në për çfarëdo situate, në për çfarëdo momenti që mundet me kalu shkolla, kjo gjana të vogla të fëmijëve, po që për ata mundet me u dokshën të mëdhaja, e di që më kanë gjithmonë prezent. Nuk jam nanë që i mbuloj fëmijët me dhurata, me luks, mundohem me i dhënë gjana të rëndësishme, ata me pas një jetë stabile. Nuk menoj që luksi dhe dhuratat e shtrejta janë vlerë me cilat po du me i rritë fëmijët e mi. Tentoj mi pa fëmijët e mi me qenë të sjellshëm, sa ma njerëzor, sepse njëti ka me ju dashtë çto vlera besoj, njerëzillëku është një parçelësi që ty të mundson me pas një jetë lumtur, besoj tu bazu ndoshta edhe prej përvojave të mia, shumë situata në jetë janë te kalu shumë ma lehtë, pikërisht për shkak se unë kam qenë shumë njerëzore në çfarëdo momenti, në çfarëdo ndoshta edhe konflikti, kam tentu me zgjedh në çfarë formë me njerëzillëk, mendoj që ka qenë diçka e mirë. Këto mundona me transmetu të fëmijët e mi, mundona me i mësu ata me i dash njerëzit e tjerë, me e dash drejtën e vetë, po edhe me u mbrojt prej të keqës, prej sulmeve ose çka do të qoftë tjetër. Po bashkëshorte, je mirë? Falë tash një? Masi nuk po i dhënon akor. Se di... Çka të mbon në fakt në një lidhje? Çka është ajo që mbon një lidhje? Menoj që nëse ta përgjigjen të bazu te lidhja ime, e nuk po t'jap kështu përgjigje profesionale. Patjetër po bazona prej asaj. Menoj që diçka që shumë të mirë që lidhja jam e ka me partnerin tem është hapësira që na i japim njëri tjetrit, edhe jemi aty kur kemi nevojë për njëri tjetrin, po edhe lejojmë njëri tjetrin me marr frymë lirshëm. Kjo menoj që ka qenë një parçelësi i një marrëdhënie, nëse më quajt të mirë, të suksesshme, sepse jemi vite bashkë edhe me të vërtet për kaq vite, do të thonë mos me u hidhnu 10 minuta, është një farë suksesi. Koza e madhe. Nuk po thamë që s'kemi pas zënka, po nuk kemi pas momente që s'kemi folë me njëri tjetrin. Falë që saj që kemi qenë komunikimi, kemi foli, kemi thonë sanët, edhe kemi kanë aty me kuptu njëri tjetrin, i kemi dhënë hapësirë me reflektu, kemi kërku falje. Menoj që këto janë mungesa e egoizmit, është një qelës në një lidhje, sepse njerëzit kur janë egoist e harrojnë tjetrin. Veç unë, kanë veç kërkesat e veta. Kur ti nuk je egoist, ka rëndësi lidhja, jemi dë, nuk jam veç unë. Edhe mundem me sakrifiku, ko pas kohë diçka timën për to ose ai për mu, po këto e bojmë për një diçka që është ma madhe, që jemi na dë, e mandej familja që e kemi kriju. Po du me ndalë edhe të prindrit, në fakt. Çfarë kanë mësuar që t'jetës prindrit? Babaj edhe nëna, normalisht. Gjithmonë kanë qenë shumë suportues. Nana me kretë qenjen e saj është mundu me mbo një person që e njeh shkollimin, një gru të suksesshme. Menoj që mas sukseseve të mia në profesion,
mundë me thonë lirisht që gjithçka ja dedikoj asaj, se ajo ka qenë shtytse për mund këtë aspekt. Dhe mund ka thonë, shko, bëne, më rrije, ajo e ka pas peng nështë s'ka mujt me u shkollu për vete dhe kjo ka qenë arsyeja pse ka insistu që unë me u shkollu, po këto e kam prej nanës. Natyrisht edhe shumë vlera tjera, për shembull shoh të rit sot që kanë treja që i mësojnë mos e respekto familjen e burrit, vjerrën, kunati. Unë kur si mësu prej familjes sa më thonë mos i respekto ata. Gjithmonë nana më ka mësu që ata janë familja jote, duhesh me respektu, ajo është si nana jote, këta i ki tut, fëmijët e tu janë gjaku i tyne, do të thonë ti rrit në këtë familje, por familja jote është ajo. Mendoj që kemi shumë nevojë që i ka të reja me mësu qështu, se shumë probleme me partnerin lindin pikërisht për shkak konflikteve që sot gratë i kanë me familjen e burrit. Mendoj që kemi nevojë pak më shumë me tregu respekt, nuk po them ti duhesh mi dasht patjetër ata njerëz, por me kalimin e kohës edhe me të vërtetë edhe i dën, nëse fillimisht kemi shku tu i respektu e kemi tregu një respekt, se në fund ditës është respektit me cilin ti je shku në familje që e ke marrë prej familjes tane, mandej tu jetu me ata njerëz të kime fillu edhe me vërtet mi dasht. Kështu që e kisha dhënë që të mesazh të tri, se shoh shpesh divorce dhe kur flas me çiftin shoh që shumë probleme kanë ardhur si pasojë e konflikteve që i kanë pas në dinamikat e familjes dhe i ka vyt një çikës, një grus në këtë rast, një mesazh prej në nani që i ka thonë respektoj se jam familja e burrit tonë, e mos bën konflikte pa nevojshme. Se po prishet një raport që është çifti. Prej babës, mendoj që unë si karakteri kom ngjashëm atij. Ai ka qenë çështë shumë punëtor, nuk u nal asnjëherë. Ka qenë shumë i ndershëm, se njëri ndoshta për prindin e vet gjithmonë i gjen fjalë më të mira, po me të vërtet ka qenë shumë i ndershëm. Dhe si fëmijë unë e kam një fjalit ti që pa ta ndëgju, jo të ma thonë mu direkt, po me një situatë, kjo ka qenë pas luftës, dhe ka qenë ajo periudha kur ato pronat i mershin të serbëve që shkun, i mershin pronat shqiptarët edhe të ndëshin mi marë pronat që s'ishin vetat. Dikush i pa thanë babit, mere ish një shtëpi aty, mere bonetonën, se s'është ai ka shku. Baba jam tha, kur njërë sa huj nuk bëhet e jemja. Edhe as mos e përmend më këtë situatë, as mos ma thuj më. Ke shumë i prem në ato çka e tha. Do thënë, gjithçka ishte për teja asaj lakmisë, për pasurijet, për me marrë diçka me bot vetën. Unë si fëmijë që isha prezent, pa të fascinu me këtë përgjigje dhe në çdo moment tjetës e kam aty një zot mbrëmshëm temin që thotë njërë sa huj nuk bëhet kurrë jotja. Kjo më ka bo mandej me punu fort edhe gjithçka me mri me njerëz edhe mos me shkel kurrë njerëzën e tjetrit. Mendoj që është një vlerë që e ka marrë prej babait. Domthonë baza duhet patjetër. Fillimi, temeli. Shumë e vërtet. Familja është gjithçka. Fëmijët gjithçka marrin prej familjes, mandej shkojnë shkollëve, po karakteri tyne formohet pikërisht në familje, në ato 5 vitet e arta në ndërtimin e personalitetit të fëmijës që është pikërisht familja. Si duhet të arrim, në fakt jemi mirë njohës ndaj jetës? Unë e praktikoj shpesh edhe e rekomandoj të klientat e mi, thëmë, kur e shoh që me të vërtet kanë humbur sensin e përjetimit të mirave që ata i kanë jetë. I them, ulni një ditë, merrni një laps dhe shkruaj. Për çka je falënderues në jetë? Edhe a din çka ndodh, për shembull kam pas feedback të tillë që unë ala dhe mendova për çka jam falënderues në jetë, edhe nuk i shkruajta. Thash pse si shkruajta? Thasë ka aq shumë gjëra për cilat jam falënderues në jetë, që s'ko këna ato i pa, sa 2 ditë më vjen me shkruaj, edhe më dok që s'kam nevojë me shkruaj, se veç u bona i vetëdijshëm sa shumë.
fillu prej momentit kur shohëm mëngjes që jemi gjallë. Unë praktikoj këto, domethënë ja kujtoj vetes të mirat që i kam në jetë, sepse kemi tendencën me pa një pikë të zezë në atë fletën e bardhë, dhe jo me pa krejt fletën që është e bardhë. Kemi tendencën me pa problemet e mos me pa të mirat që jemi në jetë. Natyra njerëzore është e tillë. Prandaj kemi nevojë mi thon vetes Nalo, reflekto, mendoj të mirat cilat i ke në jetë. Për te që di problemi që e paske, që është veç një pikë e zezë në këtë fletën e bardhë, pjesa tjetër e jetës ka shumë gjëra të mira. Kështu që hajde numroj, Nalo, kujtoj. Edhe fillojmë prej kur t'i çelim syt mëngjes, ai momenti i parë që jemi gjallë, që marrim frymë, është moment për mu falendëru se jeta e Zotit ta dha edhe një mundësi me jetu edhe një ditë më shumë. E deri në momentin kur shkojmë në fjetë edhe ndoshta jemi me atë ndërgjegjen e pastërt, me diçka të mirë që kemi bërë gjatë ditës, mandej me atë pjesën çka kemi, familjen, njerëzit, e gjithçka tjetër që kemi. I the jam falendëruese. Po për çka je më shumë ti? Përveç që e the u zgjohem mëngjes përveç jetës. Po, për mu nuk janë shumë të rëndësishme gjanat materiale. Shoh që njerëzit po vrapojnë shumë mas materiales, mendoj që ajo me punë vjen, secili mundet me i bo ato. Unë jam falendërues që i kam prindrit, janë shëndosh e mirë. Jam falendërues për një familje të shnoshe e kam, bashortin, 2 fëmijë si drita, dhe jam falendëruese për raportet e mira që i kam me njerëzit. Mendoj që ato më përmbushin, më thonë, për te familjes dhe asaj që Zoti më ka begatu, mendoj që një begati për mu janë edhe raportet e mira me njerëzit, është diçka që mu më përmbushëm. Të kanë tradhtu shoqënia ndonjëherë? Ke qenë tradhtuar? Tradhti. Të kanë gënjy para syve? Edhe ndodh. Isha të e mendu në i rast pak ma konkret. Sa shoqe i ke? Kam shoqni. Shumë ke? Një shoqe, a 2, a mund është mi përmen? Okej. Kur jam me një situatë jo të mirë dhe kam nevojë me pas dikon, kam 1-2-3 shoqe cilat në 2 natës me thirr janë aty për mu. Njëjtën e kam e bëj edhe për ato. Ka pas momente të vështira që ato e kanë tregu vetën edhe mu kanë gjindë jashtëzakonisht shumë. Të të duhen vetëm 2-3 shoqe në jetë? Mundet edhe një me pas personi. Po për fatin që unë thash jam person që jap shumë në kuptimin jo material, po kujdesem shumë për tjerët, nëse tjetri ka nevojë, unë shumë jam aty për tjerët. Kjo ka bo mandej me qenë e kthyshme dhe njerëzit me qenë aty për mu nëse unë kam nevojë. Do të thonë, mendoj që ç'është funksionon në univers, çka t'jap merr mrapsht. Unë fokusona shumë jo çka po marr, po fokusona shumë çka po jap. Mandej kurdo që unë kam nevojë, ata njerëz unë i kam aty për mu se e di që unë kam qenë aty për ta. Nikona, unë kam një informacion pak gjithmonë ke pas dëshirë të jesh gazetare. Mediat, po gazetaria ka qenë një ëndër me cilën unë kom lind me ta. Të fillu prej kur kom lind me të vërtet në atë kohë ka qenë Antigona Qena, spikere në televizionin shqiptar, nëse s'gaboj ose duket në televizionin shqiptar, por Qena janë familjarë tonë, janë kushëre, edhe ka qenë për mamin tim, ka qenë një grua zonja, për i cilës ajo është inspiru që vajza e saj mu boni ditë si ajo. Prandaj ma ka vendos emnin Antigona, të dashme më pa një ditë si Antigona, edhe tu rritë mu ma ka ndonë këtë informacion, e kom ditë që emni jem është bazut të Antigona, edhe kam fillu me ndje dashurin për kamerën, për televizionin, edhe ju më rritë në ato aktivitetet kulturore që thash, poezia e krejt këto, edhe moderimi, edhe ka pas momente ku unë e kom gjetë vetën të lexu gazeta dhe të imitu moderatorët e njohur në atë kohë të Zërit Amerikës, për shembull. Si Guxoni. Guxoni. Që Laura Konda, Eles Bibera, një prej gazetarëve që jepshin lajmet. Edhe e di që e gjesha vetën unë të imitu ata.
raporti me kamerën bazohet në çato gjatë rritjes time unë kam ndjej atë energjinë e kamerës. Sot nuk i vrej që janë kamerat, nuk kam kurfar stresi se më pyesin njerëzit a tutesh para kamerës, a ke ndonjë stres, emocion. Nuk ndjej kur gjë, thjesht harroj që janë aty dhe bëj muhabet natyrshëm. Kjo është një tjetër dashuri që unë kam mediat edhe psikoterapia janë dy dashuritë e mia. Unë i çoj kështu. Për ata jam shumë e përshtatshme për emisione, këtë më thirrën edhe rol që refuzoj se e bëj me dëshirë, më pëlqen edhe harroj sa shtura, njëjtë edhe seancë kur jam harroj sa shtura. Në emision ajo? Po, kam mendu, ko paskoj me bo një emision teme, në menaj që në tarmën kam me bo, diçka, po nuk i ka ardhë momenti. Unë i kam gjithmonë do dëshira, cilat i kam dikon sirtare dhe di që kam një ardhë momenti dur, po veç jam shumë e durush me pres deri në kohën e dur, se menaj gjithçka ndodhë në kohën e dur, kur gjo nuk munde me sforcu edhe me bo, kur dojmë na. Po, unë e kam dëshirën, e kam gjujt në univers edhe pres diqysh me mu realizu. Unë e di që do jem musafiri i parë. Të t'jesh i pari. Mas jemi të televizioni, Adriana. Para se ma bo pyetjen, që tha jam musafiri i parë. Besoj një për ideve që e kom pas, me qenë si jam intervistu nga, me thonë, qindra gazetarë deri tash, edhe shumica e meqve të mi janë njerëz të mediave dhe gazetarë, kam mendu me bo një emision ku unë kam ju intervistu juve, sinqerisht Besoj që ki e zgjatë emisionin 2-3 orë me gazetarë, se kanë që ka tregoj, në fakt. Adikona, të kur jemi të televizionin, në fakt. Pjesa e Big Brother. Po. 2 gjëra, më duhet ti. Është i dëmshëm, por shikohet. Pse? Është intriguse për njerëzit jeta e tjetrit. Për shkak të reality shows në përgjithësi janë të ndjekura, sepse njerëzit kanë një etje të natyrshme me ditë jetën e tjetrit. Showbizi gjithmonë ndjeket. Pikërisht për shkak kësaj. Neve na vdesim me ditë jetën e tjetrit, po them kushtimisht. Është natyrë njerëzore. I dëmshëm. Tash, se di çka me thonë për këtë pjesën i dëmshëm. Unë kam pas... është kulturë, në fakt. A jepet kulturë në Big Brother. E mora shembull çështjen e Big Brother. Varet shumë çysh realizohet. Varet shumë prej përzgjedhjes së njerëzve që kanë me u prezantu aty edhe prej asaj çka produksioni vendos me promovu ma shumë, po edhe prej asaj çka shikohet, sepse mos harrojmë sot jemi në botën e klikimeve, edhe produksionet, edhe mediat janë të varura prej këtyre klikimeve, edhe servohet publikut atë çka publiku kërkon. Që është e ka një anë të mirë, po e ka edhe atë anën e keqe se ndoshta s'ka më filtra kulturor, nëse përpara dikush për me dalë në media është dash mi kalu disa filtra, qoftë gjusor, qoftë kulturor, ose varsisht informativ, varet prej kontekstit, tash këta filtrat kanë ra, sot shfaqet gjithçka me rrjetet sociale, secili posedojmë një medium tonin. Kështu që mundësia për me shpërnda çka do që dojmë na është shumë e madhe dhe kretë kësaj nuk mundet me i kas formati Big Brother. Më thonë, nuk mundet me prit shumë që Big Brother me mirujt fuqishëm që ata filtra, se në fund ditës edhe ta varën prej votave publikut edhe prej... Pra fajet që ka produksioni, fajet që ka publiku që i shikon. Tash s'po du me thonë fajet, fajet i ka këtë këto ndryshimet që ka ndodhë me zhvillimin e teknologjisë dhe në një farë formë edhe çka kërkuat, po edhe media ishtë dash me pas një lloj kriteri, ishtë dash me rujt pak të një lloj të filtrit, që shka qenë më herët, se media është një medium që në një formë ose tjetër edukon publikun edhe gjeneratat e reja, kështu që mirë kish me qenë me pas një filtr të tjerë. Është e dëmshme, në fakt, të kalosh në izolim në 2 shtëpi? Po, në fakt, izolimi, na e kemi përjetu krejt izolimin pandemi, edhe nuk është diçka e lehtë për shëndetin mendor. Dim që rastet matrona me ankthjen, me sulmet e panikut kanë qenë gjatë periudhës së pandemisë për shkak të izolimit. Sidomos në një format ku ti vëzhgohesh me kamera 24/7, normalisht që prej një izolimi në izolimin tjetër nuk është diçka e lehtë.
pa ta thonë për Gjestin që më shqetëson gjendja e tij pikërisht për shkak të kësaj arsye që ka me arrit ai me menaxhu me 2 Big Brother-a dhe a ka me arrit me përballu deri në fund. Po më duket kam përshtypjen që Gjesti ka dalë jashtë çdo parashikimi edhe aty në parashikimeve të mia, kështu që bravo i qoftë. Parashikime të psikologut. Gjesti i te kalon në parashikimet tona, psikologët këtë rast. Në profesionin tënd, gjithë këto vite, çka ke mësuar prej pacientave? Mësoj shumë, çdo ditë mësoj, në fakt. Ndonjëherë Edhe atë bojnë dëm fakt histori të ndryshme që tregojnë pacientët për marrë shembull. Tash është goxha një përvojë me pacient 2-13 vite, mesatarisht ka 2-3 pacientë në ditë, është një numër goxha i madh i pacientëve që kanë frekuentu, edhe mendoj që është goxha një përvojë dhe për mua, atë domin, atë përfshirjen emocionale prej rastit në rast mendoj që jo mësu me menaxhu, me përpunu. Na në psikologji themi kur na afektohemi prej rastit, gjithmonë i kthejmë sy çka po ndodh me mua, çfarë emocioni më ka shkaktuar mua dhe çka është për mua kjo. Edhe duhet unë me përpunu emocionin tem, se nuk ka të bëjë me historinë e tjetrit, po ka të bëjë çajo histori çka ka ngjallë te unë. Ka të bëjë ndoshta me një traumë timën ose me një emocion timin që se kom përpunu. Përvoja e ka bot vetën e sot. Menoj që nuk është ma problem i jemi shumë kjo pjesa që me unë ngarku shumë prej rasteve me cilat punoj. Po mësime marr hala, mësoj shumë gjana. Cili është ai mësim ndoshta që e ke gjithmonë në kokë? Një fjalë, ku di? Ndoshta kjo pjesa e dashurisë ndaj vetës, edhe kujdesit ndaj vetës. Ti e mëson libra, e mëson aspektin e teorisë, po ndonjëherë në praktik gjanat marrin kuptim më shumë. Dhe kur çdo ditë e sheh që një person ka ardhur me një gjendje jo të mirë, pikërisht për shkak se s'po din me dashur vetën, se gjithkund tjetër e ka prioritet e jo vetën, ka qenë një lloj mësimit edhe për mua, se ndoshta edhe unë ko pas kohe fokusona shumë të tjerë të harroj vetën. A të bëjnë dëm medikamentet për shkak se për marrë shembull gjithmonë plan të parë ndoshta ofrohen medikamentet. Të bëjnë janë të dëmshme në tru? Mendoj që njerëzit duhet me shku shkallë, me shku gradualisht, mos me bo një vlerësim, një diagnozë të vetvetes, mos me u diagnostiku prej AI, prej inteligjencës artificiale, prej Google. Sot shoh që njerëzit i kanë 2-3 simptoma, hin Google edhe aty diagnozat matrona ja qet, ose tash në AI. Kjo është gabim, sepse të bazon këto jo rrallë ata kërkojnë edhe vetëm medikamentim, marrin ilaçe ose se dikush ja ka propozu, që është formë shumë e gabuar e trajtimit. Jo që gjithmonë problemet të shëndetit mendor ka nevojë për medikamente. Pra, depresioni, stresi, ankthi mund të shërohen edhe pa medikamente. Shiko, sot shkenca ka avancu goxha shumë, nuk është më vetëm trajtimi edhe sa i përket shëndetit mendor, domethënë ka revolucion, psikoterapi dhe qasje të ndryshme trajtojnë tepër mirë problemet shëndetit mendor, të cilat absolutisht nuk ka nevojë me përdorë edhe ilaçe. Ka disa probleme që janë të tjera ose në gjendje pak më të vështirësuar ku na duhet me rekomandu personin me vizitu edhe psikiatrin për me mbulu me medikamente, por ajo që ka shumë rëndësi, çdo problem i shëndetit mendor për një trajtim më të mirëfillt, patjetër duhet edhe nëse është të marrë terapi me kombinu edhe me psikoterapi, sepse ilaçet janë aty për me menaxhu simptomat, ndryshojnë pak biokimin aty në organizmin tonë, dhe hormone, disponimit na ndryshojnë pak gjendjen,
por arsyet pse kanë ardhur deri në atë gjendje kuptohen shumë më mirë me psikoterapi dhe përmes kësaj personi vetëdijsohet për problemin, e njeh veten e tij dhe në këtë formë e parandalon rikthimin e një situate të ngjashme në të ardhmen, sepse situatat kalojnë, por na mbetemi të njëjtë. Nëse veç i kemi stabilizuar gjendjen me ilaçe dhe nuk e kemi përpunuar problemin, gjasat për me u rikthy në të ardhmen janë më të mëdha se sa kur ky problem trajtohet edhe përmes psikoterapisë. Çfarë mësove prej këtij bashkëbisedimi? Çka mësova nga ky bashkëbisedim? Mësova që kam qef me fol televizor. Këtë informatë kom ditë. Në fakt, thjesht rash në kontakt me një pjesë timën, fillova me fol edhe për veten që pak më vjen me fol, e pash që sa mësova sa mirë është me shku te psikologu edhe me fol. Se u vendosa unë në rolin e, po them, kushtimisht klientit në këtë rast. Më thonë, e pash sa rëndësishme është puna sa rëndësishme është me pas një njeri që është të ngu, për një me. Sikur te që shumë gove muqtë. Kështu që unë falenderit mas pare, falenderoj që gjete kohën, falenderit që ma ke hop telefonin, se di që je ngarkume. Falenderit shumë edhe të rujtë Zotit çdo hap, edhe shoqër që të kemi në fakt, për shkak se besoj ndoshta prej 200 personave s'paku me dal një i shërum me brenda jetës ku ka ma kënaqësi, ku ka ma lëmturi në jetë. Mendoj që kam zgjedhur një profesion me cilin ndina shumë shpesh, gati çdo ditë e bekume me të vërtetë, se më jep mundësi me uni kështu. Shoh njerëz që ju ndryshon gjendja mbrana orës, edhe kjo është një prej kënaqësive më të mëdha që mundet me përjetu dikush. Faleminderit ty shumë për ftesën, për vlerësimin edhe për mundësinë që unë t'jem sot këtu në këtë bashkëbisedim shumë të këndshëm me ty. Faleminderit shumë Adina. Pra shikues dashur, nga ky bashkëbisedim, siç e bëm bashkë me Antigonin, mësuam se duhet ta duam veten. Sepse tek e fundit paqen e gjejmë vetëm tek vetja, jo tek tjetri. Kështu që kjo ka rëndësi, edhe lutuni dhe besoni. Besoni në vetvete, besoni në Zot, kjo ka rëndësi. Unë i falenderoj 2 bashkëpunëtorët e mi, Air Events Film Set Music, e po ashtu, ku me gjetë banez, vetur, ku me gjetë bileta për me udhëtu, patjetër e gjejmë te j.com. Është një platformë e re që ka ardhur në Kosovë dhe të gjitha këto i gjeni në j.com. Kështu që ju falenderoj shumë, deri javën tjetër, ju la gjithmonë me Zotin. E ju ruaj Zoti çdo hap të jetës.